ne nuk jemi të sigurt 100% që Albulena Haxhiu propozimi ynë i ka 61 vota me votimin e fshehtë. Mirë, po nëse jemi duke mbledhur tashe afër 40 herë, pse të mos e provojmë votimin e fshehtë? Nëse po vim çdo 48 orë, pse njërën prej këtyre herave që vim këtu çdo 2 ditë, të mos e provojmë votimin e fshehtë? E provuam votimin e hapur, nuk arritëm ta konstituojmë kuvendin, na ka ngelur pa e përdorur edhe votimin, pa e provuar votimin e fshehtë. Pse të mos e provojmë? Provojnë e për një herë? Le ta provojmë. E tash, nëse nuk e votojmë Albulena Haxhiu me votim të fshehtë, ta zëmë se nesër e kemi votimin e fshehtë. Nëse Albulena Haxhiu nuk votohet duke mos i marrë 61 vota, ne do sjellim emër tjetër edhe situata megjithatë përpara. Sepse është propozimi i subjektit tonë. E kemi propozuar me vot hapur. Nëse i kemi 61 vota, ajo bëhet kryetare. Nëse si kemi 61 vota, ajo nuk dëshiron të testohet më. Shiko, nëse nuk do të arrijë të formojë qeverinë pas konstituimit të kuvendit, është përgjegjësia e lëvizjes vetëvendosje. Por mos konstituimin e kuvendit, përgjegjësia është e të gjithëve. Edhe populli kur na ka dhënë votën si vetëvendosje, nuk na ka dhënë vetëm për përgjegjësi, por na ka dhënë edhe për pushtet. A kuptoni? Populli nuk voton vetëm për me qenë përgjegjës, po të voton edhe për me udhëheq. Populli të voton si e më i miri, populli të voton si e më i drejti, nuk voton vetëm për me pas përgjegjësi, a kuptoni? Populli ka ndëshkuar opozitën. 4 vjet kanë qenë opozit, edhe i la me 24 dhe me 20. Tash po thojnë ndryshat ti. Kjo nuk është në rregull. Unë mendoj që kur kemi parasysh propagandën, ti je më i madh se partia numër 2 dhe 3 marrë së bashku, kjo është e paparë në Evropë. Ma gjeni shtet tjetër në Evropë, ku partia e parë është më e madhe se e dyta dhe e treta bashkë. Po Shqipëria vërtet.